Përshëndetje. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, edhe pse këtë javë u bë vetëm një, por në përgjithësi bëj në javë, është të hënë të premte, në përgjithësi është në orën 19, në orën 19:30 maksimumi. Gjatë ditëve të hënë bëj parashikimin për ciklin e hënës, për hënën e rozë, hënën e plot, ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor, si fillim flas në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj te të gjitha shenjat me radhë. Pjesën ku flas për ndikimet e përgjithshme, vërtet që do të këshilloja që ta dëgjoni, sepse aty jap edhe ditë specifike që janë më të rëndësishme për ne, si ato që janë më sfiduese, po ashtu ato që janë pozitive dhe mënyrë se si mund të përdoret, si dhe këndet që kanë planetet ose vendoset planetare me dritat gjatë javës, edhe këto janë ndikime shumë të fuqishme që na prekin të gjithëve, prandaj të këshilloj me ngujmë që të dëgjoni atë pjesë, pastaj të kaloni tek ndikimi që është tek ascendenti juaj, nëse e dini detyrimisht, pas asaj të kaloni tek shenja e diellit, pra shenja e zodiakut që keni lindur. Për te këtyre që janë lidhje të drejtë për drejta dhe mund t'i gjeni të nesërmen tek kanali im YouTube-it, kam edhe të paraqitjet e mia në televizion, edhe këto janë ditën e hënë dhe ditën e premte. Ditëve të hëna jam tek kanali Ady CNN dhe tek Report TV, ndërkohë që ditëve të premte jam tek Top Channel. Tek Top Channel ndryshojmë orarin, me shumë mundësi tashmë do të vazhdojmë që të jemi në orën 11, sepse ky ishte një orar i cili duket që kishte më tepër interes në lidhje me astrologjin, ose me horoskopin. Për te këtyre të cilët janë shërbime për publikun, pra janë për ju, kam shërbimet e mia të cilet janë personale, që bën një me ju, dhe shikojnë harta juaj personale dhe në bazë asaj bëhet analiza, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e duan, dhe mund të bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen. Këto që po përmend tani, që janë shërbime me pagesë dhe janë shërbime personale për ju, mund t'i prenotoni nëpërmjet WhatsApp-it tim. Kur më shkruani nga WhatsApp-i im, është nënkuptuar që dëshironi që të prenotoni shërbime pagesë. Ndërkohë që të gjitha shërbimet ose informacionet që unë mundem që t'i jap juve, që janë për publikun, pra këto i jap shumë herë më tepër se të gjithë astrologët e tjerë që edhe unë jo të paktën, mundon që vërtet jap informacione që të mund t'i përdorni. Okay. Shenja e peshores. Për shenjën e peshores në këto momente kemi ndikime pozitive, më së fundi fillojmë futemi në një periudhë ku në përgjithësi ndikimet i kemi pozitive, pak më tepër kur edhe Venusi do të kalojë te shenja e binjakëve, pavarësisht se siç e thash ndihet më mirë tek shenja e Demit, duke qenë se do të ketë kënd pozitiv me shenjën e peshores. Për ju është ndikim pozitiv. Duke qenë se spastruam shumë probleme, ose më thënë perceptuam shumë mirë probleme që ekzistonin në marrëdhëniet tona. Të gjitha llojet e marrëdhënieve, si ato personale, pra sentimentale, po ashtu dhe familjare, në lidhje me shoqërinë, ku e kemi tepruar, ku nuk kemi qëndruar besnik asaj çfarë ne është më shëndetshme për ne dhe çfarë na nevojitet, tashmë jemi shumë herë më efikas në lidhje me këto tema, sepse jemi më të prerë, dhe jemi më të qartë edhe me veten tonë, prandaj dhe e kemi shumë herë më të thjeshtë që pas kësaj të ndërtojmë lidhje të shëndetshme. Shenja e peshores në këto momente në të vërtetë është një nga shenjat më të favorizuara, edhe pse ka shumë sfida, sepse më duhet ta pranoj që ka shumë sfida, është një nga shenjat që vërtet ka një favorizim vërtet shumë të madh, sepse mund të ketë zhvillim shumë të madh në karrierë, pak a shumë shkëlqen, ka një lloj ndikimi i cili e shtyn përpara dhe bie shumë më tepër në sy. Si nga prorët, po ashtu edhe nëse ju jeni person që jeni, le të themi, drejtuesi ose pronari i një vendi të caktuar, në këto momente keni mundësi që të rriteni shumë, të zhvilloheni shumë dhe pak a shumë të kalojnë në disa dimensione të reja. Për shembull, persona mund të kalojnë edhe në dimensione që kenë bashkëpunime jashtë shtetit, ose të hapin edhe të zirojnë edhe më tepër, që do të thotë të ardhur materiale vërtet shumë të mira, sepse në këto momente shenja e peshores është një periudhë ku mund të krijojnë atë bazamentin e domosdoshëm për të pasur jetën që ju dëshironi. Dhe në mënyrë që, të themi, të mund të ndihmoni edhe njerëzit që keni rreth rrotu, sepse një nga ndikimet më të rëndësishme që ka në këto momente kjo periudhë është që ne të bëhemi persona, individ, më themi, të shëndetshëm në mënyrë që të shërbejmë shoqërisë, dhe për ju kjo është edhe më e vlefshme. Pra, e gjitha ajo çfarë po derdhet në këto momente për ju,
është në një farë mënyrë që ju të mund ta shpërndani pastaj në ambientin që keni rreth rrotull. Kjo vjen në përgjithësi në ndihmën e partnerëve tuaj, një lloj siç ishte edhe tek shënjë Virgjëreshës apo edhe tek shënjë Luanit, dhe kemi edhe ndikime për këtë arsye të krijimit të disa dinamikave të reja, siç e thash, jemi më të shëndetshëm në këtë pikë për të ndërtuar këtë lloj dinamika sepse kemi mësuar, jemi më të drejt për drejt, edhe në atë çfarë kërkojmë, edhe mënyrë se si e komunikojmë këtë si gjë. Prandaj dhe kemi edhe aftësinë që të ndërtojmë diçka shumë më tepër reale. Të gjitha këto përkthehen në një sukses vërtet shumë më të madh dhe mbi të gjitha përkthehen edhe në një periudhë ku ju mund të ndërtoni familjen tuaj. Këtu kemi një rëndësi vërtet, kemi një ndikim, më të themi, shumë më të fuqishëm për sa i përket krijimit të lidhjeve sentimentale, duke qenë se kjo hënërë që ishte sot, do të thotë edhe fillimet të reja, por natyrisht do të thotë edhe mbarimin e lidhjeve të cilat janë problematike. Këtë e kemi ndjerë të gjithë. Shenja e akrepit. Në këto momente kemi një ndikim shumë të fuqishëm në lidhje me shëndetin fizik. Këtë përmend dhe sot kur isha tek Top Channel, po përsëris tani sepse është një shumë i rëndësishëm. Shenja e akrepit duhet të jetë shumë i vëmendshëm në lidhje me shëndetin, madje duhet të ketë një rutinë të hekur nëse nuk dëshiron që të preket, sepse çdo ndikim në këto momente e prek në mënyrë të dukshme komplet sistemin imunitar dhe kjo mund të pengojë shumë në jetën e përditshme. Pra, mund të na pengojë pothuajse në çdo aspekt të jetës, por në të kundër, pra nëse jemi të kujdesshëm, më të themi, tek shëndeti jonë fizik, kemi aftësi vërtet shumë të madhe në këto momente që të ndërtojmë. Jemi shumë më tepër praktik dhe efikas në çdo gjë që bëjmë, kemi një krijimtari vërtet shumë të lartë dhe një pasion shumë të lartë për jetën dhe ky pasion në të vërtetë përkthehet pothuajse menjëherë, pra automatikisht në ndërtimin e diçkaje. Prandaj, në qoftë se jemi të kujdesshëm dhe e shfrytëzojmë këtë energji që është në këto momente, kemi aftësi për të ndërtuar lidhje, për të ndërtuar të ardhur materiale, për të ndërtuar shtëpi, pra banesën, për të gjetur banesën ose shtëpinë njerëzit që ne dëshirojmë që të ndërtojmë diçka. Dhe mbi të gjitha për të ndërtuar një rrjet social më themi, ku mund të kthehemi sa herë që kemi nevojë. Shenja e akrepit në këtë moment është duke lulëzuar në të vërtetë, sepse është në fazë ndërtimi, edhe pse ka probleme, sepse detyrimisht çdo fazë e tillë rritje ka probleme, kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të zgjidhur këto, sepse kemi një mendje vërtet shumë efikase në këto momente. Në lidhje me çështjet sentimentale, lidhjet aktuale, më të themi, në qoftë se janë problematike, arsyeja vetme që janë problematike është që ne të gjejmë zgjidhje të tyre, të perceptojmë ku është ana e dobët e këtyre marrëdhënieve në mënyrë që të përforcojmë ata, por nuk janë për t'i mbaruar, përkundrazi janë për t'i përforcuar në mënyrë që ne të gjejmë një rrugë që të jemi të dyja palët shumë më të lumtur. Kjo është e vlefshme edhe në lidhje me çështjet materiale, në lidhje me partnerët e biznesit, por më tepër është në lidhje me çështjet sentimentale. Kemi një aftësi vërtet shumë të madhe në këto momente për të ndërtuar partnerëtit e afatgjata dhe për të rregulluar, siç e thash, ato që janë aktuale. Ndërkohë që në lidhje me karrierën, shenja e akrepit në këto momente, duke qenë se siç e thash, është duke ndërtuar jetën e tij, është në një fazë ku mund të shkëlqejë në mënyrë të dukshme. Pak më tepër që gjatë gjithë javës në vazhdim, sidomos dita e premte, duket edhe më efikase në lidhje me zgjidhjen e problemeve aktuale për zhvillimin në karrierë ose për ecjen përpara në karrierë. Në qoftë se ne nuk kemi ditur se cili është hapi që duhet të hedhim në vazhdim, ose në qoftë se ne kanë dalë probleme, në qoftë se ka pasur persona që na kanë penguar, kjo hënërëqisht e sot na bëri që të kuptojmë shumë mirë se cilët janë këto persona që na kanë penguar dhe pas kësaj kemi të mundësinë, duke filluar nga dita e premte e tutje në përgjithësi, do të jetë pas datës 27 prill, që ne të fillojmë që të zgjidhim këto probleme. Jemi shumë të efikase, siç e përmendëm, mjafton që të duam që të zgjidhim këto dhe kushtin për ripërsis është që të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik. Kemi rutina të rrepta ose të hekurta. Ka shumë rëndësi në këto momente. Shenja e shigjetarit është shumë e ndikuar në këto momente, duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenjat e zjarrit dhe pak më tepër gjatë javës në vazhdim do të kemi edhe një kënd negativ të Jupiterit që është drejtuesi juaj me Mërkurin të vendosur tek shenja e Dashit. Kjo do thotë që kemi fat, por do të jemi shumë të aftë për të perceptuar nëse ky fat është për të mirën tonë apo nuk është për të mirën tonë. Çfarë do të thënë kjo? Do të kemi shumë mundësi që do të hyjë në jetën tonë.
do të kemi shumë oferta, mund të kemi edhe persona, pothuajse njerëz mund të vinë 3-4 persona të cilët na pëlqejnë dhe nuk do dim se këtë zgjedhim. Prandaj do të jemi shumë të qartë se çfarë neve na duhet, çfarë është më shëndetshme për ne dhe të mos vijmë për atij entuziazmi që po ndijmë në këto momente. Duke qenë se kemi një zhvillim vërtet shumë të madh, kemi një faç ose mundësi të shumta që në këto momente në jetën tonë mund të jemi shumë më tepër euforik se çfarë mund të jetë për të mirën tonë. Prandaj të jemi disi më të qetë, të jemi më të përmbajtur dhe të bëjmë gjërat me moderitet ka më tepër rëndësi. Dita e hënë dhe martë janë 2 ditë në të cilën hëna do të jetë vendosur tek shenja e binjakëve dhe do të kemi edhe disa ndikime në të vërtet pozitive. Duke qenë se e njëjta hënë, sidomos ditën e hënë do të ketë edhe një kënd pozitiv me Saturnin dhe me Neptunin. Kjo do të thotë që mjafton që të jemi të qetë, të mendojmë mirë përpara se të veprojmë, do të kemi aftësi për të ndërtuar lidhje sentimentale shumë herë më të shëndetshme, të krijojmë partneritete mbi të gjitha, të cilat na shërbejnë për të krijuar një farë balance të re, e cila na ndihmon për të qenë të suksesshëm në karrierë, po ashtu edhe për të pasur të ardhmë materiale vërtet shumë të mira. Është një periudhë për shëndet shigjetare që ka një rritje vërtet të madhe, kolosale, sepse siç e thash, ka shumë mundësi që po hyjnë në këto momente. Në jetën tuaj pak më tepër që jeni edhe kreativ edhe vetë. Kjo detyrimisht ju bën një ndër shenjat të cilat ka pak a shumë një furi shumë të madhe të mundësive që në jetën tuaj, prandaj dhe keni dhe aftësinë që të ndërtoni jetën që dëshironi. Mjafton që të jeni pak më të qetë, mos i merrni gjërat me vrull. Dhe për ju do të këshilloj që të jeni pak më të tokëzuar, duke qenë se jeni një shenjë zjarri dhe detyrimisht mund të ndikoheni nga gjithë ky element zjarri i lartë në hartë. Gjithsesi dita e hënë e tutit, duke qenë se dhe dia do të kaluar tek shenja e tokës, e kemi më të thjeshtë për të qenë pak më të qetë, dhe për shenjën e shigjetarit në të vërtetë kalimi i diellit tek shenja e Temit do të thotë që jeni pak më tepër me këmbë në tokë dhe jeni më praktik, më efikas në jetën e përditshme. Ky është një ndikim shumë i madh pozitiv. Okej, në lidhje me shëndetin edhe ju duhet jeni shumë të kujdesshëm, veç ndikimet në përgjithësi kam thënë tek video që kam bërë për hënën e re, por gjithsesi për përsëris mund të kemi entje në këmbë, sidomos që nga beli e poshtë, domethënë, prandaj që të jemi shumë të kujdesshëm dhe mundësisht të hidratohemi siç duhet dhe të jemi mos e teprojmë edhe me lëvizjen fizike, do të jetë më e këshillueshme. Shenja e Bricjapit. Shenja e Bricjapit në këto momente është e sfiduar duke qenë se kemi fillime të reja, të cilat duhet të jemi 100% të sigurt për çdo hap që hedhi. Por, nga dita e hënë e tutit, pra duke filluar nga data 20 prill, duke qenë se dielli do të kalojë tek shenja e Demit, futem në një fazë ku jemi më tepër fat. Prandaj dhe të gjitha problemet që kemi në këto momente e kemi të thjeshtë nga dita e hënë e tutit që të gjejmë zgjidhje. Mjafton që ne në këto momente të jemi pak më të qetë. Duke qenë se po flasim për javën në vazhdim, faktikisht do të këshilloj që edhe këtë fundjavë të përdorni për të planifikuar pak a shumë se çfarë do të bëni gjatë javës në vazhdim. Duke qenë se edhe për ju do të futemi pak a shumë në fazën që është në këto momente tek shenja e shigjetarit. Pra do të vinë të gjitha mundësitë pothuajse njerëz. Dhe në momentin që nuk jeni të planifikuar, detyrimisht mund të humbasim, mos i kapni në momentin e duhur. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në lidhje me çështje sentimentale, futen në një fazë shumë pozitive, edhe pse në këto momente jeni sepse Venusi është i vendosur tek shtëpia e dashurisë me kalimin e diellit këtu, edhe mundësitë që mendoni se ju kanë ikur nga duart në të vërtetë do të fillojnë që të rikthehen ose do të rishikoni edhe një herë dhe do të keni edhe mundësi që të krijoni diçka vërtet shumë herë më tepër efikase, të shëndetshme dhe që juve t'ju bëjë të lumtur. Që të argëtoheni është një nga kushtet më të rëndësishme, vërtet që duke qenë se kemi tyrësinë vërtet shumë të madhe në këto momente për të avancuar. Mund të harroni që do të shijuar edhe momenti, prandaj kjo është një këshillë që do t'ju jepja si gjatë kësaj fundjavë, po ashtu edhe gjatë gjithë javës në vazhdim, do të këshilloj që të argëtoheni pak më tepër, që të riktheheni tek marrëdhëniet të cilat ju bëjnë që të ndjeni si në shtëpinë tuaj, si në familjen tuaj, duke qenë se vërtet jemi në fazën ku mund të ndërtoni familje. Prandaj dhe që të riktheni asaj ndjenje ka shumë rëndësi në mënyrë që të kuptoni rëndësinë e saj. Në të kundërt mund të jeni shumë të fokusuar tek puna, gjë që ju është në kodin tuaj. Mërtemi shenja e Bricjapit vërtet që kur është puna për karrierën ose për avancimin e tyre, pra për të qenë suksesshëm, japin shumë më tepër prioritet se çfarë duhet në disa raste, por të fokusohem edhe tek gjëra të tjera që kanë rëndësi si familja apo marrëdhënie sentimentale, shoqëria, ka rëndësi gjatë gjithë javës në vazhdim, prandaj do të këshilloj që të bëni edhe këtë.
pra të socializoni pak më tepër, dhe mbi të gjitha, që është një nga ndikimet më të mëdha pozitive, krijimi i të ardhur materiale, burimeve të reja për të ardhur materiale në këto momente shumë efikase. Kemi mundësi të shumta që do të fillojnë që të hapen që nga ditë e hënë tutje madje. Dhe këto mund ta bëni shumë thjesht duke bashkëpunuar në përgjithësi me kolegët tuaj ose me persona të cilët i keni njohur në një farë mënyre nëpërmjet punës tuaj, pra në jetën tuaj profesionale. Kjo do t'ju bëjë që edhe ju të ndjeni më të vlerësuar dhe si rridoj ta shihoni edhe më tepër suksesin kur të vinë në jetën tuaj, sepse do të shtoj shumë edhe njerëzit që keni rreth juaj, të cilët pak a shumë ju admirojnë. Jemi në fazën ku shenja briciape vërtet ka fat, sepse po krijon diçka të re, bie më tepër në sy, mjafton që të jeni pakës më të qetë, të merrni gjithçka me moderitet dhe tjetra që të mos harroni të argëtoni. Shenja e ujorit. Kur kalojmë pas shenjës shigjetare në të vërtet, shenja që ngelen në përgjithësi janë me fat, dhe shenja ujorit është një nga ato, por kjo është java e fundit që përballeni me sfida, duke qenë se drejtuesi juaj, Urani, është te grada e fundit të shenjës së Demit. Në përgjithësi kjo nxjerr probleme brenda familjes dhe brenda shtëpisë. Këto probleme nuk mund të thënë se janë shumë të mëdha, po tregojnë shumë thelbin e problemit që ju keni brenda vetes tuaj. Pra, se si mund të keni menaxhuar në mënyrë të gabuar këto lloj marrëdhënies, si ta keni tepruar për shembull me atë çfarë keni dhënë ose ta keni tepruar me atë çfarë keni marrë. Për këtyre serive mund të keni prishur këto lloj balance. Në balancën e shëndetshme që duhet të ekzistojë midis këtyre marrëdhënieve, por fal kësaj keni dhe mundësi që t'i rregulloni. Duke qenë se duke filluar nga diela e tutit, do të kemi një uran tek shenja e binjakëve. Kjo për ju do të thotë që tashmë futen në një fazë ku e keni shumë më të thjeshtë të përdorni energjinë tuaj, duke qenë se Urani tek shenja e binjakëve ndihet shumë herë më mirë se çfarë ndihet tek shenja e Demit. Pak më tepër nuk krijon edhe krizat që krijon kur është vendosur te grada e fundit e shenjës së Demit, që do të thotë që keni edhe një fat shumë më të madh, jeni shumë më të qartë në idetë tuaja dhe mbi të gjitha kemi edhe hyrje në jetën tuaj të shumë individëve. Zgjerimin e jetës tuaj sociale në mënyrë që të kemi dhe krijimin e disa marrëdhënieve të cilat vërtet ju shërbejnë dhe ju bëjnë që të ndjeni shumë mirë. Në këto momente kemi edhe një vendosje tek shenja juaj që është Zhunoja, i cilin të vërtet sjell shumë fat për sa i përket çështjeve sentimentale ose më them për krijimin e familjes, për krijimin e martesave ose lidhjeve afatgjata, brenda të cilave ju vërtet që ndjeni mirë, ndjeni të vlerësuar dhe madje mund të ndjeni pak a shumë si mbret në atë poltronin tuaj, pra koltukun tuaj. Është një vendosje shumë pozitive dhe shton shumë begati. Në çdo aspekt jetës, po sidomos për sa i përket lidhjeve sentimentale, është edhe më e vlefshme. Prandaj dhe e vetmja balancë që duhet të rregullohen gjithsej jave është brenda shtëpisë dhe familjes. Këtu është thjesht ta perceptoni se ku e keni prishur, sepse si e thash mund të sfidohen, do të sfidohen në të themi, por fal këtyre edhe ju do të kuptoni veten tuaj shumë më mirë dhe keni edhe mundësi që fal kësaj të jeni edhe personi i cili pak a shumë ka një farë autoriteti dhe si rrjedhoj mund të rriteni shumë më thjesht në lidhje me karrierën tuaj, bëni shumë më të suksesshëm sepse jeni pak më realist në përqasjen dhe më praktik në përqasjen ndaj jetës, prandaj edhe bini më tepër në sy, zgjidhni shumë më thjesht problemet, pak më tepër jeni persona të cilët i perceptoni shumë më mirë zgjidhje sepse jeni më tepër përparimtar se gjitha shenjat e tjera. Prandaj dhe shenja ujore që gjithë javës në vazhdim ka mundësi që të shkëlqejë pak a shumë, mjafton që të dëshironi ta përdorni, por siç e thash, ky shkëlqim vjen nëpërmjet sfidave, sepse Urani është te grada e fundit të shenjës së Demit, prandaj dhe duhet jeni të vëmendshëm në çdo hap që jepni. Pra, ky është vetëm kusht. Në lidhje me shëndetin, normale, kujdes të gjithë, duhet jemi të gjithë kujdesshëm, pra edhe kjo. Dhe shenja e peshqve. Në këto momente shenja e peshqve është një nga shenjat e cila mjafton që të dëshirojë mund të bëjë gjithçka. Ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv, pavarësisht për shembull se ka kënde negative të gjitha planetet e tjerë, duke qenë se në të vërtet Neptuni që është drejtuesi juaj në këto momente ka kënde pozitive në pothuajse të gjithë planetet që ka rreth rrotë, ose është në tekim ose ka kënde pozitive. Por ju është shumë e thjeshtë që çdo problem që del në ambientin tuaj të gjeni zgjidhje. Mjafton që ju të dëshironi ta bëni këtë si gjë. Në lidhje me çështje sentimentale jeni shenjë që ka shumë fat, sidomos për të kuar lidhje afatgjata. Keni një pasion shumë të lartë për jetën, mjafton që mos vini prej e depresionit ose e melankolisë. Që në këto momente them të vërtetën, pavarësisht se ju mund të doni që të bini prej saj, është më tepër nga
zakoni, pra mund të bini pre melankolisë sepse keni zakon që të jeni në frymën e melankolisë, sesa çfarë jeni në të vërtetë, sepse në këto momente keni një aftësi vërtet shumë të madhe shëruese, pra mund të perceptoni botën me tepër ngjyrat, jeni shumë më të aftë për të shijuar jetën e të tjerë e të tjerë. Në lidhje me të ardhur materiale, kjo hënëre që ishte sot kishte një ndikim shumë të madh pozitiv sepse spastronte pothuajse çdo problem që mund të keni pasur në lidhje me krijimin e një begatie ose për të vlere e cila është e shëndetshme për ju, që deri në këto momente për shembull mund të ketë penguar një vetë vlerësim i ulët për të marrë të çfarë dëshironi, por pas kësaj keni shumë më të thjeshtë sepse siç e thash, ai perceptimi që ju keni në lidhje me vlerën është shumë më i shëndetshëm, prandaj detyrimisht do ta keni shumë më të thjeshtë pas kësaj edhe të merrni atë çfarë meritoni. Nëse dëshironi që të ndryshoni diçka, ky është momenti më ideal. Është e vlefshme për pothuajse në çdo aspekt, sepse në çdo aspekt në këtë moment e keni mundësi të ndërtoni diçka të re shumë më efikase, shumë më të shëndetshme, atë për të përpërsisë çfarë dëshironi në këtë moment mund ta bëni. Fuqia juaj e manifestimit në këtë moment është super e madhe. Mjafton që të doni ta bëni këtë. Pra përsëris disa herë sepse ky është realiteti dhe dua të nxjerr pak nga ajo fryma juaj pesimiste, nëse jeni aty. Në lidhje me shëndetin, është një periudhë ku të gjithë jemi të ndikuar dhe shenja e peshqve për fat të keq sistemin imunitar ka më të ndjeshëm se të gjitha shenjat e tjera, prandaj që të jemi të kujdesshëm, detyrimisht është kusht që të krijojmë disa rutina të cilat janë të shëndetshme, edhe kjo është kusht. Gjatë kësaj jave, mënyrën se si komunikoni, se si thoni gjërat, ka shumë rëndësi, që mos themi fjalën e fundit në fillim, ka shumë rëndësi. Kjo është më tepër e vlefshme për të dhënë premtime që nuk kemi të sigurt nëse i mbajmë dot apo jo. Ndërkohë që për gjërat e tjera është shumë më e zbutur, siç e thash, mjafton që të jemi më realist, as optimist, jo, të jemi më realist. Në përqasjen e jetës është e mjaftueshme që gjatë kësaj jave të bëni atë çfarë ju dëshironi të bëni, pra të ndërtoni atë çfarë dëshironi të bëni. Shemi përsëri të hënën, dhe siç e thash, nëse dëshironi, më shkruani, do t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja ditën e hënë. Do të bëj edhe një story, sepse te Instagrami mund të bëj dhe pyetje, domethënë që mund të bëj story që të marr pyetjet tuaja. Për të gjithë ata që nuk më ndjekin, mund të më ndiqni edhe që atje. Do ta bëj që sot, do ta përsëris edhe nesër, edhe pasnesër, në mënyrë që të marr pyetjet tuaja, do t'ju përgjigjem të gjithave ditën e hënë. Okej. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri atëherë. Po. Faleminderit, natën. Pafshim.